Jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Ju thashë të nderuar të shikues që gjithçka ka ndodhur ditët e fundit, kohët e fundit, unë do të përpiqem ta vështroj dhe në një mënyrë origjinale, mjaft interesante, po ndonjëherë edhe të çuditshme, të një kolegu tim dhe të një biznesmenit të njohur, të cilët shpesh debatojnë edhe me njëri tjetrin, bile mbërthehen ndonjëherë edhe me njëri tjetrin. Ktu, studio ndodh, edhe pse janë miq me njëri tjetrin, ndodh të mbërthehen. Po ne jemi Ja t'ju prezantoj. Opozitar për vëllezër, nuk deklarojmë kur që jemi armiq me njëri tjetrin. Opozitar dhe vëllezër, do të thënë njëkohësisht dhe vëllezër. Tani, ditët e fundit, SPAK shpërtheu dosjen Ballogu, sikundër se e dini ju, dhe dosjen Akshi. Në këtë të dytën shqiptarët u bën me dije duke lezuar atë gati të plot, u hodh me njëra ajo. Në treg shqiptarët një popull lutsi që shumë i prirur për të lezuar gjëra të tilla. Dhe 35 vite më parë lexonin shumë romane me sigurimin e shtetit. Bile edhe Luca ndjes pas, Luca i madh fare, luante ndonjë me agjentët me këta. Filmi Palmë Lyshit këta që luante. Po, Luca i ka dhe originale, ke pa dosjen e Mimikës? Dhe Mimika dosje, të madhe. Jo, mos e nxirr tani se kemi temë tjetër. Jo, vetëm kaq ta them shkurt. Po mos e nxirr pra. Mimika, ças thotë për Enverogjën, dhe i thotë bashkëpunëtores, kam hallin e Ndrekës. Se mos dënojë Ndreka. Po, kjo s'kishte lojë. Ai Ndrekën e dënonte ai lart kur të vinte, po të bënte shumë keq. Në fund hy Luca dhe i thotë Luca. Por një situatë shumë shpërthyese si në kohën e sigurimit shtetit. Të gjithë tani lexojnë letra, kanë marrë edhe i hapin dhe lexojnë dhe janë shumë të kënaqur. Anë, gopen, mbarojnë ngrenin, fillojnë hapin ato. Pam, pam, pam. Njëra ka mbyllur këtë Ballogut e ka mbyllur e drama deri në datë sot nuk e hap. Dhe duhet vendos gjykata kushtetuese etj. Janë dhe dy dosje që vendosin qeverinë në një pozicion jo të vështirë, domethënë, si thua. Por përballesh dhe një opozitë që përpiqet të përfitojë dhe shohim që nuk mundet. Unë kisha pjesën e parë, nuk e di nëse keni parë një fragment ose edhe ju keni patur punë dhe tua nuk do të thotë që shikoni emisionin që ne bëjmë. Ndoqët, dolën aty, doli doktori, bëri miting 2 orë, thiri kombin në një miting në Sheshin Skënderbej. Çfarë ka pas kryeministrisë, e mbaroi 2 orë aty, dolën dhe përballë policisë ata disa trupa, pastaj një zonjë i puthi të gjithë policët ishin rreth aty, u morën pamjet, u ndanë ato në përbot tani që proteste madhe në Shqipëri do thuhet. Pastaj unë thira 3 përfaqësues të rëndësishëm të opozitës të partive të reja, dhe i thasha bashkoni se tani është një moment i mirë që mund të merrni vota shumë me të gjitha, nuk donin të bashkoheshin me njëri tjetrin, etj. Po edhe me u bashku çfarë bëjmë? Pra, nuk e di këtë gjë tani. Jo, momenti më epik aty, më falë se ndërhyna yll, veç gjithë asaj ati mitingu madhështor që nesër do një gjohë që ishin një 50.000 vetë, rrezik më shumë ka mund punëtorë se ishin aty në shesh. Po momenti më epik ishte që kur marroj mitingu që ikin që gjithë që mund vjen keq për ata njerës që dalin edhe i besojnë. Jo, se të nuk do fillojmë tani, prit një minutë se kam disa fjalë dhe unë. Jo, vetëm një moment ka. Momenti më epik dhe më i bukur i gjithë saj mbrëmje ishte kur marroj mitingu dhe shof Adriatik Labën duke ardhur me karige në dorë. Po e hoqën atë, ja, ishte momenti, ishte momenti më epik. Po aty ka qenë. Ke ka bukur sa simbolike, pa simbolika pra me karige në dorë, duke ardhur nga Rogni. Çfarë do diskutojmë ne sot? Çfarë është duke bërë Edi Rama? Ne nuk e dim çfarë duhet, por më shumë ti do përpiqemi të themi se çfarë duhet bëj, çfarë duhet ndryshoj, a duhet largohet si çdo opozita. Po opozita ku është dhe sa po përfiton nga këto rrethana? Domethënë, ne për këtë jemi sot me zotin Demalia dhe me zotin Gjejt Luca, ju them faleminderit unë se nuk ju thash faleminderit. Faleminderit. Të cilët, siç ju theksova të nderuar të shikues, bëjnë një duet shumë interesant, sa interesant edhe të çuditshëm në vendin ku jetojmë. Po, çudi e madhe jemi të gjithë, domethënë, në këtë vend ku jetojmë. Tani, a e ndoqët protestën e opozitës? Ja ta ndikim një sinkron që kishim përgatitur ne. E kishim dhe në pjesën e para të, dhe përsërit e njerë sinkronin,
Ta shikoj Gjergji dhe... Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, për të përmbysur këtë narkodiktatur, një lloj si të përmbysëm etrit e tij 35 vite më parë. Edi Ramën do ta heqim ne, populli opozitar. Askush mos të ketë iluzion se Edi Rama ikën me votë, jo kur. Po ja fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rrojmë për liri. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këtë motiv, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Pra, jemi rikëthyër tani, e meritojmë kanë bënon si shtrishë, edhe Ramën edhe Berishën. Do me thënë, në regull dugemi, qartë është, gjithë shka, pa këta dy, duket që ne nuk bëjmë do të si popull. Tani, që mendoni për protestën e ndoqët? Ato që pretendojnë të vinë, janë i njëjti model. Në njëti, do me thënë, pse dhe këta thua ti do të duan shumë edhe Dramën dhe edhe doktorin? Jo. Ja, nuk e duan edhe, nuk u bashkuan. Nuk e duan, po janë një njëti model më borë. Një njëti model? Po, njëti model është, nuk përdhe modele tjera në jullë, e kemi bisedu më duket. Ka 100 vjetë shtetë në këto modele kemi përdhu. Atere, okej. E ndoqët protestën apo jo? Që mendim keni, më thoni në një fjerë për protestën. Dhe pastaj spresim të punët dhe halët e qeverisë. Filloj e lutë. Protesta. Po, ja, më të kemi... Kushe fillon? Për analistë kemi ty, unë në i moment kuptat se... Eshti, se të shikë këtu është një tragikomedi, në fakt. Qarë po nëdhë me gjithë këto afera që po dalin, nuk është mo një gjo që qeveria dhe vetë kryeministrit mund shifet mrapa gishtit. Jo, të themi, okej, po të zbresim aty. Okej. Ta shti, përsa i përket protestës. Protesta është e njëta plag gramafoni, që ka përdorë opozita dhe shifë dhe retorikën e Berishës, thot, ne misionarë që përmbushëm 90-ën, se që misionar ka qenë kënë 90-ën, i dalë nga zyret e Komitetit Qendror Xhelil Gjonit, i zote di. Se që misionar ka thonë, është ky që 90-ën, dhe se këtu... Po, ata dolën të një... Osyç, mas gjithë saj tragikomedie që e fillove shumë mirë, ta unë kësha zemër, na bëj bisedën qikë më të butë, jo ka që tegër, se i ditë gjitha këto i ditë. Po jo, bële qikë më të bukur, bëne pak më në groteskët, për shemë. Për shemë, unë falë se du t'i bëj një ndërhyre që ta orientoj pak. Kjo krevepra, jo vdekje, jo i liri, dhe kjo flaburi që i krejtë si kapedani, dhe turren ato bombat që i binë, si kur ishte në ndër a i dhe filmi kapedani, po kjo është krevepra më e modhe këti veni, se mund të marmrim me të servantesi 100% nuk ka. Mos ta merr bisedën seriozisht. Jo, mos kam seriozisht fare. Atë keqen vllai. Ai tha dhe tjetër. Na bëj qesharak. Na bëj qesharak. Vetëm kemi pas vetëm fitore. Po ndrego bra. Ka 13 vjet që sillet ka i sheshi, i bie qark do ta rrëzojmë sot, do ta rrëzojmë nesër. Kupto këtë një qesharak, por ka dhe gjë Lut, që ne nga që e kemi rrejt gjithë historinë tonë, siç gënjen kjo që përmbysa baballarët e tuj, i ka njël gjilpona gramofonit, se ato që janë ka 30 vjeç sot as din kush janë baballarët e Edit, e baballarët e tjerëve, nuk e din as te kush shoh, dhe ky bëhet për ditë më qesharak dhe përfundimi është ja ku ka përfundu. Në një skandal të tillë që ka plas, ky nuk është ngjenje sot, ai do thot 50.000 nesër, po nuk kishte as 3.000 vetë, po të japën maksimumi. Se tash duhet me bëdhe një pyetje nga që ne... Jo, po, bëra pyetje. Tash, jo, kuptova për këtë sloganin, jo, e kuptova, po unë du të kuptoj diçka. Tash, këtë sloganin, do bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, që kanë 35 vjetë, si e kuptoti se unë për Zotin nuk mrita kuptoj ma. Që do të bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa dhe ky del me flamurin, vjen keq për ata njerëz që besojnë dhe kanë dalë, dhe qazë o zjarë. Tash ne duam të hymë në Europë, duam të bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa 35 vjetë. Ja, ti... Kjo e disi betë. Ma bëre pyetje mua ti këte. Po, ka bëra pyetje. Dëgjoj përgjigjen. Urlor, do i protesta. Ja ti ja përgjigjen.
Se ti thua ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropare, po Po. mund të ndodhë që edhe Evropa të bëhet si ne, komplet, dhe bëhemi bashkë. Po, është vice versa. Edhe bëhet Evropa si ne. kjo është, po ne duhet shkojmë mirë atje që të vinë ata të ne, kupton? Pastaj kam edhe pyetje tjetër unë yll. Se ti e mban mend 90-ën se kemi qenë të dy, po thjesht në afërsisht në tjetër moshë. Ka pas një slogan në 90-ën që ka dalë nga ne, nga qytetarët e Tiranës, për ne është që u denim dhe gërthitshim. Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Tash të gjithë ta që kanë ardhur dhe kanë pushtu Tiranën tonë. Slogani tyre ka qenë ta bëjmë fshatin si qyteti. Pa. Se i herë duhet me bo fshatin si qyteti, mas ne duhet me bo Shqipërinë si gjithë Europa. E bom qytetin fshat. Tashti këta mos na e vjedhin ne sloganin që ta bëjmë Shqipërinë si Europa. Ky slogani jonë. Tashti, na e kanë vjedh sloganin që fshatin ta bëjmë si qyteti, kanë ardhur këtu, kanë vjedh dhe sloganin ton, janë ul nga riga dhe nuk lëvizin më. Tashti, kush e bën Shqipërinë si gjithë Europa? E bëjnë këta demagog nga mëngjesi deri në darkët, apo e bëjmë ne me punë? Të punë duhet na ndashyll. Na ndaj, se ti e buri Nuk zgjuar. e ndaj zotë, se po fshati nuk ekziston me, se disa ka. Na 2-3 shtëpi kanë bet. Pas qyteti s'ekziston. Tani kur të Pas qytetit se bëj qyteti fshat më rëllë. Ti unë s'kam gjo me fshatarët, absolutisht. Por problemi është i mendësisë fshatare dhe i mënyrës, biles kjo që i bëhet, që nëth, korupcioni që ka 35 vjet, është pikërisht nga mentaliteti fshatar që i vjen që për kohës Pra me shumë modesti, yll unë du që ta them që të më ligjojnë edhe miqtë e mi demokrat, që në rast se nuk bëhet një pakt i madh kombëtar, që të gjithë këto forcat na bindin ne që punojmë, se këta janë të gjithë demagog, vetëm flasin dhe s'bëjnë asgjë. Të gjithë këta demagog që ne të na bindin, që ne t'i besojmë këtyne, këta duhet bëhen gjithë bashkë dhe mundësisht atë përpjekje të një njeriu që ka luftu koridoreve të Europës, ta mbështesin, ta fusin në Europë, mase inshallah bëhet Europa si ne. Po jo kështu. Jo kështu se jemi gjynaf ne që punojmë. Jo kështu. Jo kështu thonë. Jo kështu. Jo Luce, jo të gjithë punojnë. Ja më se punojnë gjithë... Një kjo është histori tjetër, po ma hapi ylli këtë shtetë, unë do të flasë. Unë do të flasë. Unë për këtë punë për këtë emision që të hapë shtegun. Atere me që se po ma hapë temën dhe po më gacmon syqi. Nisa për 90-ën nuk më gacmoj, kur nisa është sepse ky njeri, sidomos, ky njeri ka manipulu, ka falsifiku historinë, kur e di që i ka me filmime, i ka me zën, i ka me figur, e dim kush ka qenë. Se duke sikur s'ka me opozitën. Syqo, bëne busë. Dhe kjo ka sjell. O Syq, le të flas më burr. Unë du të të bëj një pyetje. Unë do të bëj një pyetje. Nëpërmjet teje, unë do të bëj një pyetje të gjithë atyre që kanë varë te Oktopodi, te Pema, i kanë varë te krahët e Sali Berishës dhe familjes Saliut. E fshiva unë atë. Se sot ata ranë të gjithë nga Pema, nga Oktopodi, Sali Berishës. Që të gjithë. Tash unë për e bëj pyetje. A e dun këta Saliun? Unë e du Saliun. Dhe Saliut me shumë respekt dhe konsiderat unë i them, o Sali, a ke ropë të shpia për me të thonë, stop, hajde në shpi, gëzo këta nipa, këta mesa, leni arrinist Partisë Demokratike, bashkohet se ka quna shumë mirë, ka quna shumë mirë. Jo, më kukarin, lutem, a ka musit ma lesh mu një sekund, Ylli, i pe fjalimet sot? I pash. Kishte në ndryshim fjalimi përveç një histerie, Fjalimet, gjithmonë këto fjalimet, janë të njëjtat. Dhe për çfarë u dojshin gjithë këto fjalime, dhe çfarë arriti ai miting, se im lem në 3.000 vetë, se s'është në i big deal, sa aq ishin, po t'jap shumë 3.000 vetë. Dhe, a ka moral, pse është kjo gjendje, sepse kjo forcë politike, është kjo forcë që ka kontribu kërkrimin e këtij sistemi dhe këtij korrupsioni. Dhe këta njerëz nuk i beson më njëri se kur Sali Berisha dhe fëmijët e tij kanë pasuri prallore dhe vazhdojnë pasurohen. Mos mbetemi aty tani, jo. Po nuk ka moral për aty Ylli. Jo, ikim. Se një opozit që të vinë pushtet duhet të ketë spari moral dhe duhet të ketë dhe program. Mos duket sikur sulmojmë opozitën tani. Po jo, nuk është sulmoj. Jo, po pse nuk, ore. Atëherë si do ta rrëzosh? Me Lapajn që ka 60 vjet nuk bë dot. Me atë tjetrin. Jo, po Lapaj mori 60.000 vota. Ja, do zbresim te partitë e reja, unë kam pyetje më vete te partitë e reja. Tani, SPAK vurin në akuzë Belinda Ballukun dhe Akshin,
Duke i shpallur ata si një organizat, Aksin duke i shpallur organizat kriminale. Më thoni tani që mendoni njëri dhe tjetri për këtë problem. Herë unë du të mbyllë të parën herë, edhe të parën du të imshoj dhe herë kësaj fjale që të thash. Syç, unë nuk jom dakord me ty që Partia Demokratike nuk ka çunat mirë. Partia Demokratike ka djem. Luze, unë nuk po flas për çunat mirë. Çunat mirë mund të jenë valla. Çunat mirë mund të jenë. Unë nuk jam përderisa ato Kanë marrë 2 djem shumë të mirë kurajo për t'i nejtë përballë. Një djalë Tirans nga një familje mrekullueshme doktor dhe i tjetër që e ka emrin Saljani që e ka përdor Partia Demokratike siç ka përdor mua. Po s'dutja përmend emrin sepse thonë qife filloi tu fol filoni, tu fol filoni. Doktori doli tha disa fjalë, nuk e di se çfarë tha. Doktori i ri tha disa fjalë dhe e mori doktori i madh. Nuk është me ai. Ti ke qenë media që Është ekziston, po është brenda partisë. Ylli, sa kemi në 35 vjet. Sa parti kanë dalë nga Partia Demokratike dhe kush ka arrit të arrit diçka ose të bëjë ndryshim. Pa numër të. Sepse dhe ato që kanë dalë kanë qenë pjesë e sistemit korruptiv dhe pjesë e sistemit vjedhjes dhe grabitjes këtij veni. Ne flasim sot për atë çështje ajo e naftës. Po mëse çka që pa shpresë jemi ne? Ore, po lutë unë pra ne kur e nisam fillim, nëse gjonat nuk i thu siç janë, dhe nëse im shef e në një mal të madh rrenash, do përfundosh dhe më keq se ku je. Pra, po s'u bën një ballafakim me të vërtetën, e cila pastron çdo gjë, përderisa ne vjen një njeri që 35 vjet ka majt peng opozitën, se majtja peng opozitës është edhe gjendja e kësaj pozitës ose s'ka kontroll. Ose kemi për këta tani pra, këta kishin vetëm miting. Po janë lidhur në një tani po dalim te tema tjetër. Ajo që thotë e Akshit. Pak vuri në akuzë. Tani ç'mendoni për këto dy ajo? Të merr. Edi Rama duhet mori përgjegjësinë në dorë dhe duhet bëj një lëvizje shumë të fuqishme politike. Edi Rama u mor me lulët e Europës, kurse këtu i brejshin rronjet. I veten në përpunë, po u mor me lulët e Europës edhe këtu ç'a Europe, tash shife kjo gjendje. Dhe kjo gjendje ndodh një vit përpara se të bëhet samiti NATO-s. Tash ja kemi kohën për ndryshime, për drejtje për ashtu, dhe kush do të vi, kush ta prano këtë opozitë. Dhe ajo që thot Luca, i pesët gjithë fjalimet, e ulqin e nëreshin me doktor Berishën shpresa e vetme. Shpresa e vetme një njëri që 35 vjet ka bo një 97, ka bo një 98, ka bo piramidat. Dhe sistemi, a i ka 83 vota, a i nuk të dërzo për shtetin. Qa do bësh? Do dërzosh me dhunë? E vetë një herë, po ka një përgjigje shumë të dobët të... E vetë një herë. Ja, ta them unë. Ka një përgjigje shumë të dobët për dy rastet që citovën. Edhe për të dy rastet që ka ngritur akuzën në Spaku, ka përgjigje shumë të dobët, qeverisë. Nuk ka një reagim. Po pra. Tash je kuptun që, thojnë Amerikan, the shit went to the fan and gone through the roof. O, yll. Po tash je kuptoj sepse ky i kalon këta me bo punët dhe ky po bëjt e Europën, mori vagonin e Europës. Tash i ka një vagonin rrugë, duhet bëj një lëvizje politike, kjo opozit do ishte mirë që ti ishte një opozit e cila me këto skandale që t'jemi të sinqerta që mos rrejmë më veten, do të kisha rëdzu për shteti, por nuk ka opozit. Ky më thot mu, a i doktori, po qa fuqie ke më lutë. Ti kësaj opozitje kjo forca moj modhe politike i dalin 3.000 vetë në një kohë që janë gjithë të skandale. E si regulloj kjo po? Si, duhet bëj lëvizje politike. Kush? Ty që jo Barama. Lëvizjet shumë të fuqishme. Por e i shqip të folë për opozitën, a i shqip të folë për opozitën. Po ti the si i bot se pune pra. Po si i bot se pune, po si i bot, pastroj gjithë qeverini, herë ta ndryshoj gjithë. Po lena e të folë për këtë kraun këne, jemi të folë për këtë kraun këne, se s'po të mërve. Por për pozitën tani. Kemi këthyt e pozitën, e kuptoj. Ta shi të flasim për pozitën. Ta shi për opozitën njerë që të sqaroj ty sy që herë se mos kalosh të pozita. Opozita përballë e fort është një qeveri që është në ankth. Qeveria nuk është në ankth sepse ka këtë lloj paçavure përballë. Tashi kjo paçavure zgjidhet duke ardhur edhe duke u konsoliduar dhe duke i dalë përballë djem të ri. Nuk shkon mo kjo gjendje dhe nuk shkon mo kjo mënyrë menaxhimi e Partisë Demokratike. Në rast tash të lutem, a folet i të flas unë atë gjykimin tim që kam unë? Më kjo djem të ri o bo shumë e lodhshme.
Dalim pra djemë të ri ku janë. Cilët më? Dalim më ku janë. Nuk ta le njëri pushtetin. Dile mere. Një minutë. Dile mere drejt i vllapaj. Dile mere ti tjetër. Dile mere. S'ta le njëri pushtetin. Nuk ta le njëri. Po të flas o zotni. Djemë të ri. Djemë të ri pjesë e lojës vjetër kam qenë. Ai ky ç'është ky? O zotni. Ky që erdhi Partia Demokratike. Na thotë si u bë deputet. Si u bë deputet? Ka mundsi të lutem të flas. Çfarë zarfi çoj Lulbasës që futi deputet? Ka mundsi mos të fol fjalë për gjithë. I di njerëzit gjithë. Dy fjalë mu tash. Tash o syç unë jam duke të fol për ata njerëz që aderojnë Partinë Demokratike. Nuk jam të fol për këto 3-4 partitë e reja, që nga këto 3-4 partitë e reja unë i besoj vetëm Qorrit. Qorri është konsekuent nga dita e parë të dita e fundit për kanë nxjerrë nga goja. Ta maroj vllai sekond, jam të fol për këta që janë brenda strukturës Partisë Demokratike. Tash brenda strukturës Partisë Demokratike ke një djalë tri Tiranës që ja kanë dhënë votat qytetarët e Tiranës. Ta maroj që nuk e shoh në parlament, që është një djalë i mrekullueshëm nga i familje mrekullueshme që janë bë bashkë me një djalë tjetër që vjen nga provinca, po i djalë i shkollum, kupton, të cilin e përdori Partia Demokratike siç më përdori dhe mua. Kupton? Kur më ka përdorë mua, më ka çuar në internim 8 vjet. Kur e përdori këtë për hallet e veta dhe burri që ka karakter dhe burri që beson te kauza e partisë vet, lejon që të përdoret. Lejoj të përdorej ky Saljani dhe kur u kthy masi e përdorën e panë që të gjithë shtremët sepse nuk doni ta kthenin në një hero për t'i kap partinë dhe që të gjithë kolegët e vet që e kishin përdor Saljanin, e kupton? Demikrun, e largun dhe këto janë turpet asaj partije. Apo jo? Pse? Sepse do të baj ja 10 besnik që ka rreth për qark Saliu. Ka 10, jo, ka më shumë se 10. Problemi është mërti lutë sti ke drejt për ato që thua. Dhe këto janë konstatime. Problemi jo për t'i morë partinë ati ose për t'morë pushtetin. Qarë mekanizma shke? Nuk t'a shlo njëri. Nuk ke forcë politike. Pik, maroj. Ke opozitë, ke forca politike. Do vazhdoj kështu. Si jo, do vazhdoj kështu. Ja, nuk mund të vazhdoj kështu. Këto janë turpe. Turpe thu se duhet kjo gjenja. Ke 35 vjetë që sillesh me 2 forca politike që shkojnë mas në këto partite vogla. Po ti kenë parlament ala, ato që kanë hullë nërë një gërdec, kenë parlament ala, po ato njërës që kanë bo krime 97-ën me piramidat, me këte të naftës, edhe themin e ku janë lekët. Kollaj, kush ka qenë Ministre Financash? Kush ka qenë ke tatimet? Kush ka qenë kështu? Ka do me nga të regu që kam vjetë që të gjithë? Të gjithë kanë vjetë. Ka 92 që deri sot kush ka qenë? Po i lodhëm, mos syç, i lodhëm duke thënë njëtat gjona, kanë 4 javë bedjat edhe ka 4 javë kjo studio këtu që përsërit të gjithin loj gramofonit, njëtin loj shiriti. Po pse qa përsërit sot aty? Qa përsërit sot aty? E njëta o përsërit dhe sot. E në një biset ti, zotnin e Rum, për këtë partitë time, a ka në një alternativë nga këta qunë e ri për t'i motivu këta, apo s'ke? Pastaj kalojmë të kjo partia tjetër. Dakord? Ti shef në një lloj motivimi për këta djemë të ri, apo do të vazhdoj kështu? Ja pra unë t'i thash 2 alternativa. Unë t'i thash 2 alternativa. Ka mere që se dim gjitha këto, u kam jetu në Amerikë, o syç. Ke jetu në Amerikë, o syç. Pashti unë jam duke të thonë, se e përzitëm edhe këtë burë. Unë po të them gjotë. Kene i lojti, A do t'ja përgjigje? Pra t'ja përgjigje. Jam dakord me ato 2 çunat që theti. Problemi ato nuk morin do të pesh me vete. Si do ja bosh? Ky s'ta shlë pushtetin. Po nuk, po mere pra lutë si thu pse. Mere pra mere, shko hajde shkem dhe në 2 me ato 2, edhe merja këti partin. Po, mu po të më kërkojnë ata të 2, unë do t'i dalë aty në të 2-ve nesër në protest, le ta provojnë veten, sa janë zot të mbledhin qytetar, dhe unë jam i bindur që ai doktori mbledh njerëz Tiranësa, jo nga gjithë Shqipëria, më shumë se shkishte doktori sot. Ky, si e ka ky Alimadhi, Alibe, si e ka ky? Ali Mehmeti. Ky nxjerr njerëz më shumë se shpate sot në shesh. Dhe po të më kërkoj mu, ti bashkohem, sepse mosha mesatare aty ishte 50 vjeç, unë do t'i bashkohem. Po të kërkoj mu. O, Lus, po e ngatron më. Pse po e ngatron? Ali Mehmeti u bashkohem me doktorin. Kur më? Sot, ola. Ka disa... Jo vetëm sot, e thiri, erdi në studiot e unë. Foli. Masi doli Selani u bashku me doktorin. Dhe me thënë, dhe me njërë u këthy aty. Edhe një general, ish general, Jungshi, falë minut. Unë du t'i shoh I pari u këthyë
vetëm Saliani nuk shkëtyr, mo. Edhe Saliani, ka ardhur në studion time, se tani ti po fletë shumë, ka ardhur në studion time dhe kërkesë e ti është deri te flamurjeve. Po, ke Saliu nuk shka asnjë. Thonë njëri gjë. Bravo. Doktorish punë Ke Saliu nuk shka asnjë. Doktorish punë vetë. Ato dun me Saliun. Tash që këtu ato janë marrë. Doktorish punë vetë o zotrisë. Saliu o problemi. Po në rregull, hajtë shohim filxhon pra. Po filxhon hiç më mos. Jo, më mos shikon. Kur vdesi, kur ndroi jetë ngar qoftë, kuptoj dhon Zoti shnet, kur ndroi jetë. Tani, hajtë shohim. Po edhe me ndroi jetë ai s'ke që bë më. Tani dy telefona. O syç. Ne na ka ftu ky burri këtu për të thonë 5 fjalë. Tani 2-3 ngacmu këta çunet e ri për t'i pasi alternativë. Po ngacmoi sa dushti më. Ore i makine që i digjen kandele. Se i fyn të gjithë më. Po i fyn më vllai jo. Po mirë më të bëj pyetje unë Lul Basha që i mori 6 sa mori më 62-3 vot, 62-3 mandate, 64 mandate, s'maj me. Po mori. Sa me? Basha. Si erdhi Lul Basha? Dhe pse përfundoi ashtu? Se nuk janë njerëz bom vetë pra lutë si puna jote, nuk janë bom, po i kanë marrë me emrime dhe pranë edhe kjo qeveri ka përfundu kështu sot, se i ketim thuj sa emra ministrash ti që je. Ishte çuni i ri më dha më shpresë, më nuk ishte. Qa shpresë dha më ja? Ai përfundoi. Qa shpresë do ja bën o syç? Një mosha herë nuk ka të bëjë fare, se mosha është numra, nuk është, mund t'i jesh i ri e njesh më i vjetër. Mosha o sa njesh edhe sa i abdetum sa je me kohën. Pra, ti ke të ri aty, si mund t'i them aty nësës, ati pëdës ki foli i pari sot, si mund t'i them unë djali ri aty, kur thot vetëm me Sali Berishën. Si mund t'keta integritet? Mira, shtu me ndonë e tënë. Po mi, kundërshtimon, po ku po shkojnë më rrulli? Berisha e... Oj njefti këtë parti, kjo parti nga koha që e njefti. 500.000 vota, mori 500.000 vota. Të themi jo, kjo parti nga koha që e njefti. Si ka ardhë duke u rruth? Ka ardhë duke u rruth? Unë kam shënuat e aty. E meritojmë edhe Ramën dhe Berishën. Po, ti që e njeftë këtë parti ka ardhë duke u rruth, apo ka ardhë duke u zmadhu? Dhe kjo parti e vetëm ka fitu vetëm një herë zgjedhje, në 90, edhe atëherë jo, në 92. Kjo s'ka fitu më zgjedhje vetë. 2005 ka fitu Bindshëm. Ha? 2005 po. Bindshëm. Po ishte koalicion Allah, u bon gjithë. Po i Saliu ishte tani, pa ty tani, mos flasim. Saliu ishte, po jo më i bon gjithë. Kalojmë tani, qëfar duhet bëjë Edi Rama tani se... A mund të them dhe këte? 2005 fitoj se e boni nano lumë, edhe njëtë gjeni jemi sot, dhe riciklojmë... Shumë, mbaron lumin njeri, po, dhe fillon vazhdo lumi, pra riciklojmë, dhe pranetim, ku janë këto forcat të reja, tu është një vendimiri, janë djemë që janë rritë mas 90, kanë studiu jashtë, kanë ardhë, sa kanë gomër, la. Askush nuk fiton me merit. Bie, vetë rëzohet, pesha e madhe e pushtetit, e vetë rëzon. Nuk rëzohet vetë, më rëzohet vetë. Po ne lem që të rëzohet pra. Po nga të zullumet që benë, më, e the pra. Tani, rotacion e zullumit kemi, rota nuk... Tani të ndalojmë këto tani. 2 zarfa, 2-3 telefona u hapën, i që montoj spaku, dhe dalin gjithë të gjera. Po si kur të hapën gjithë telefonat më, o gjergje, qa është kjo më? Dhe që duhet bëjë Rama në këtë rast tani? O, Jull. Se duhet të këtë ndryshimet të rëndësishme këj vend. Qa me ndonë të tani? O, Jull, në regu me Po mirë, këj Rama. Ose edhe ikën mos i qëtonë, ata i kërkojnë të ikë. O, Jull, po më pytë mu falemnerit, edhe në pjesën e parë u munova të bëjë si i menshëm, të japë 2 alternativa për atë partisë më vjen keq. Unë rolin analistit nuk e morë do të se bojmë që sharakën. Po dhe tani analizë beret? Jo, unë bëra një analizë... Po që bërë për partinë demokratike duhet të bëjtë për këta? Bëra një analizë si e djeva. Rolin analistit unë nuk e morë se bojmë që sharak, po të them prapë se ke shumë burat menshëm që ham buk me këtë punë dhe... Po i kisha morë, analizë kisha unë pjesën e parë. Gam njësit deri targë. Tashti, unë t'i jap ty men, t'i jap men Ramës se qa duhet bëjë Rama dhe qa duhet bëjë Partia Demokratike, unë nuk kom kaq men. Unë ditë të them për situatën e funit nga njoftjet e mija konkrete që unë kam me 2 zvëns kryeministra, me Belinda Ballukun dhe me Tigrin. Tigri nuk... Dhe mos jetë Tigri, unë nuk do ta... Tigri ishte Arbenameta i se... Unë nuk do ta fyje, nuk do mere me te, vetëm jam unë nga njoftjet e mija personale po të bëj një paralelizm. Midis Tigrit, Rimus edhe Belindës. Tashti, të 2 njofë, me të 2 jam ullë, me të 2 kam nejtë. Me të 2 kam pas biseda dhe halë biznesi. Me të 2 edhe me Tigrin. Edhe me Tigrin edhe me këtë tjetër. Tigri vlla ishte aktor që kishte marru në
Aktori mirë, thotë. Pa, kish marru në një nga shkolla. Në Hollywood, thoi, se Vaja aty. Hollywoodit. Dhe ka herë mu dukte si Antonio Quini, nga herë si Marlon Brando. Ishte një njeri, një gjeni, që kur të shikonte të mërzitur, vinte dhe të qante hallë. Kur të shikonte të gëzuar, do të bëjë pjesë e gëzimit. Dhe kishte një përshtatje, kupton, natyrore, që mu më çudiste, dhe me thonë drejtën vetëm kur më puthë një 6-7 herë dhe një herë më puthë në sy të Gramozit. Dhe më thonë Gramozit, se unë qojmë këmë kur përmen Gramozin, është i vetmi që kam respekt nga kjo klasë tjetër politike. Të puthi në sy të Gramosuruqit? Pa, Gramozin dhe Qorin kam pasur miq, të dy kam dashtë fort. Më puthë 6 herë dhe më Qorin e ke për Fatos Nanon, se... Më thot, Duhet të është dhe emra, për Fatos Nanon. I the publikut për Fatos Nanon. Nanon. Qora jemi shumë ne. Me shef Gramozi i madh mu dhe më thot, Luce, hej thash, të puthi Gjirokastriti, tha? I thash, po, sa herë më tha mu, 5. E ke hongër, tha? Ta dhe shë. E ke hongër, tha? A të puthi 5 herë, tha? Ruqi e dinte këtë. Ruqi e dinte sistemin se si funksionon të kë. Unë i shkredi e desha fort, ka pas një gru të mrekullueshme, Albinen punonte te Banka Italiane, sa herë shkoja me morën e i kredi, se unë mbarote i kredi, fillote kredia tjetër. Ajo po dilte më nimonte një gru e mrekullueshme. Dhe Benin e kisha mik. Kur erdhi problemi që mund të provoja misin me Benin, kur bo Ministër Financash, ka pas 2 raste. Një rast ka qenë që më marrin telefon nga Shkodra mu, dhe më thonë, kanar kontrol. Kush i thash? Kanar kontrol, thanë, tatimet. I thash, po qa problemi ka, pse me bini më telefonit? Më thanë, nuk e lujmë nga vëndi pa vën gjop. Të lutem merë një shefin se ne na vjetur vëm gjop tu, se ju pristi çdo faturë tatimore. Marë një të policisë financiare të Shkodrës, më hapte telefonin, a i u merte me birë një këshiqje, ku da di unë se qa trektare, këshim bot drejtor të finansës, si përfunim, s'kisha që boja, më thonë, nuk lëvizi nga lokali. Po qarë dun? Kërkojnë faturën tatimore pse mbahet te banaku dhe nuk është te tavolina, se që ka qenë i kinezëri, që çdo gjë që prisë do të shkote te tavolinë. Dhe ta marroj bisedën ju, mos më mërzis. Jo. Marë Tigrin telefon. Ministri ishte Tigrin e të kote i financave. I them, ishte minister. I them, ben qabone, mirë, si kalohë. I thash, më ka shku policia tatimore atje. Më tha, po për qatë ka qu? I thash, ku dhe unë bëjnë kontrol, është kjo kinezëria e faturave ne e kënej, dhe nuk lëvizim prej aty pavu gjopë se kanë urdhën nga lartë. Ta shti e kanë urdhën për te, thash, edhe unë kam qef që ta shtu i qik. Jo, thot që a fletan e këne. Jo, thash e kanë urdhën për te, thash se ata më thonë e kemi nga lartë fare. Kush ish lartë fare? O ti o e drama mrapan, që se ke bo ti, po më ramën i thash. E drama s'ishte? Ti them, ore që kjo punë për qa po më vinë këta bandit. Më thot mu yll Tigri që Luc tha, ti e kupton tha që unë para ligjit tha nuk vë gjë. I thash, me që se zvën gjë para ligjit, i thash, po të themi fjallë, telefon. Në qofë se ti do më dënosh mu do më dënosh për pastrim lekësh, i thash. Si më tha mu? Restoranti im në Shkodër, i thash, bën 120 milion, 150 milion, ishte verë bote 180, 200 i restorant, plot u qate të ongër peshk, e donin vinin nga Malizi, nga të gjitha, prapë është plot. Dhe 150 milion, 180 milion, o ti, Ministri Financave, i thash, nuk i bojnë 10 restorante në Shkodër. Kështu që mu, i thash, do të dënosh për pastrim parash, i thash, mere shefi gjirot e mia. Në rast kundër, i thash, do vi do të mes më dorë, brapim i la telefonin. Ikën ata. E takoj, ikën ata, Ata ikën me vrap, pas I them, Orben, po ti të tjera biseda paske kur shifke dhe tjera biseda paske brapsh. Dhe rasti dytë ishte me letrat e mia, që ky shtynte privatizimit, i shtynte. Dhe kam tregu dhe nuk du ta përsëris. Konkluzioni këtu? Tashti, konkluzioni tjetër është ky. Ti ke pas ka idenë që këto i shkakton Arben Ahmeta? Konkluzioni tjetër është ky. Jo, Benin unë nuk mund morë do të përsipër që ta gjykoj a është hajdut apo së hajdut. Unë e morë përsipër Benin se s'kom asnjë lloj drejte, kam hapur bukë me te, unë du dali ti mbyll historinë dhe veta, po unë e diskutoj për një gjë, që është i pamoralshëm, dhe që është i pa karakter, dhe që Ben Ahmetaj nuk ka kokra, dhe nuk është tigër,
Kupton? Nuk ka kokra Benametaj, këtë e diskutoj. Sepse ja dha mundësin Partia Socialiste dhe ja dha mundësin që gjithë dhe të kishte burnit, Po pse na e futet tani këtë bisedë? Jo, po ta them këtë për dalë të kjo tjetra. Dil te kjo. Po të dalë të kjo tjetra. Të dalë të kjo tjetra. Kjo gruja tjetër, unë po të flasë raportet me mu. Kjo gruja tjetër, po të flasë raportet me mu, se mu s'mi intereson që të bëj unë opinionistin e madhë që të flasu. Okej. Kjo tjetra të ashti, kjo është themën me kokra, kjo tjetra, që e ke këtu në ekran ti. Sepse sa heri bishe telefonit saj tjetërës, kjo të hapte telefonin. Sa heri bujshe mesazh saj që kemi probleme në port, kemi probleme me kapitenerin, kemi probleme me licensat e egyptianve, jena pa pun, jena pa këtë, kjo të përgjishte. Kjo tjetra. Tashti, se qa ka bo kjo tjetra, dhe se qa ka bo Benametaj, Benametës t'i vitë turp që s'ka ne tu, dhe Benametaj që ka Krishti dhe Muhameti propozitët tashti, se fliska, kupton, dhe qënë ka djalli për këta tjerët. Ndërsa kjo tjetra që s'lu nga veni, dhe balafaqohet, ti i vitë turp të gjithve, dhe për qa ka bo kjo tjetra për të gjithë, kupton, që s'flet njëria si fjalë, po janë turë kësaj tjetrës, non fëmije kjo tjetra. Dakor? Jo, unë them këtë gjo, që kur dolje i Spaku, ne që të gjithë u gëzum, dhe unë sot, dhe gjithë qëndrimi im para opinionit publik, sa herë dalë thep Spaku, dhe pavarësia e Spakut është fundamentale për Shqipnin. Them unë, si Luc, është fundamentale për ne dhe Spaku në qoftë se ka institucion, që i ka dhonë shpres shqiptarve, në ka dhonë shpres ne që punojmë, është Spaku. Por, ky linqim publik, kupton apo jo? Pse nuk shkon me mor Benametën në Zvicër, kur ne që kemi dum të aderojmë për Europën demokratike dhe për Europën ku ta di unë se çfarë, kupton apo jo, Europën e revolucioneve që ka arritur sistemin drejtësie që të gjitha. Pse nuk e morin Benametën nga Zvicra ta bin këtu Benametën? Dhe këtë zonjën këtu, këtë zonja këtu, mos sot, mos netësër, pavarësisht atij debati që kanë institucional, sepse unë nuk jam gjendje, po them dhe herë të luaj analistin, a ka të drejtë ekzekutivi, apo ka të drejtë gjyqësori. Unë nuk e morë përsipër të bëj llakapere. Por, që kjo femër do gjykohet për gjithë historina se qa ka folë. Dhe kjo femër është burrnes që nuk lunë prek neje, kupton apo jo? Unë ma merë menja... Ka dalë me qikë? Si? Si ka dalë, qa ka dalë, Allah? Qa po më tregon të shi mesazhet e prallat e telefonat të shi, qa po më tregon? Jo më lasë për Po qa ka dalë të shi? Unë jam të të folë ashtu si e një unë. Kjo është analiza ime nga njoftja e dyve që kom syç. Ta shti si nisja analist që je vazhdo folë, graj deri mjesë. Unë ka që njoft. Jo. Ta shti ti thej Spaku është shpresa shqiptarëve. Shpresa shqiptarëve është. Atëherë Spaku pas ka drejt. Por qa ka drejt Spaku? Por këtë që po bo. Po Spaku që po e merë këtë mpytje? Unë kam... Që po e merë këtë mpytje, pa tjetër që ka drejt Spaku? Që s'pas ka drejt Spaku? Ta bëjmë më qetë. Po pse kur gërthet ti? A ka pas... Edhe a ka korupcion këtë vend? Kombulon. Kombulon. Po pse më e ke thonë ti më shumë se mua? Jo, pra ne po të them, ku jeti ki mro? Unë kam dalë para këti, kam thonë 90% e të dy partive janë hajduta. Maroj pra puna. 90% e gjitha administratët janë hajduta. Ta kom thonë këtu në emision. Po pra ne pra jenë këtë gjeni. Para se të fillonin. Pra ne pra se këtu ti mund thush këtë tjetrën, që ne nuk kemi... Jo, nuk jemi vetëm për këtë punë, këtë gjendje ne. Jemi në këtë gjendje ne, sepse administrata shqiptare, kjo opozita shqiptare, nuk vjen fabrikën time si prodhus. Dhe të më thot qa halësh ke Luc. Edhe në të gjithë prodhusit shqiptarë. Kjo gjendje, po ta spjegoj unë, po mla ju dhe të flasë 2 minuta, do të flasë unë. Kjo gjendje është, mund të flasë ajo? Jo. Sa dush, Allah. Ore, ti po folë. Sa duhesh më, po dikush më thot, shiko se që... Qa të thot? Më thot, thua e syqë sot që kërë futën ambasad nga dera, unë e thash punojnë zëtë ambasadës, që e antikomunist, por tani po e kuptoj që e kam pas gabim. Se thot që nge për komunist. Janë këto galloshe. Kërë futën në ambasadë, do ishe krenar që të mbrojta, por tani po mbron të ratharët dhe ajdutët. Qënë të ratharë? Që po e shesin vendin, kam gabuar për këto vjedhje, do më thënë thot, njeri që të ka njohër është. Drejt ka sysh. Dhe thot... Qim po mbroj unë i herë, qim po mbroj? Drejt ka. Eshti Julli. Kjo se do më deshe... Jo, ta maroj këtë ufurit time, unë ta maroj ufurit time. Maroj, se më po rri, hajtë. Ja, fol. Jo, vazhdo, për Zotin nuk fol, vazhdo.
Vazhdo më masë, s'ta presë më forin të ha. Vazhdo. Është dhe miku im edhe tendi ky. Bodinagu. Se qeshë, po thotë... Po qa t'i themë? Po qa t'i themë Budinaku të? Po mbron hajdut... Po qenë hajdut po mërej? Mërë Budinak, po ti ate që i ke pas mikun, më të mos thuj Budinakut. E ke mërenë sot për vjedhja, thuj. E që dha medalje, unë medaljën e kom thuj Budinakut. Budinakut. Ilirin me Ilir Metën. Po Iliri ju ka dhënë medalje shumë njëzë, kërë president tani. Ilirin Budinaku ka morë 2. Hajde. Opinione vetë që të themë. Okej, tani. Po jo, po tani... Se jo, s'po mërë njëri. Unë po them që kjo kultura jonë, mërti. Kjo është kultura jonë, ky ka të jo. Tashi, ja mune me dhunë dhe 2 minuta të Pa, 12. Ko një po flet, tani po... Të vazhdojsh të flasë sa duesh. Ky dhe mu ma heq. Ti e di hyrë që unë kam bo një rjetë restorantesh Allishverish. Apo jo? E ke parasysh e? Suaj Lucës më dhe zgry që ka pa 300 apartamente kjo dhe 2 jate. Ama Elena, Po janë të konfirmuara sekundi. Po Elena, mërse i tha Fariu 300, o ju dhe pas, hajtë marrë Lucës se ta the. Jam marrë Lucës. Tashi t'ludem se unë kym zef edhe unë shpërthej. Po. Edhe unë shpërthej. Po në punë kam. Tashti, unë po bëj një rjetë restorantesh Allishverishi. Tashi më thuj... Me këtë emër Allishverishi, ke filluar ti po. Ojull, në studio ta dhe kom thonë, ky popull sport nacional që në kodë partisë punës që unë e njofë, ka pas Hajdut Rikun. Te Blen Feziu, kam thonë një intervist, ka boj një intervist nga më të bukra tjetës time, falenderoj Blendin, e du fort. Dhe unë intervistet mega mërë, jam parë të shkërqyër. Po ma bëri nanije këj, ma boni të zemrë. Se Feziu unë e kam mik, nuk... U bon det. Nuk bem gjelos, po. Jo, më pyti mu dhe u qudit, më thot Blendi mu, i them Blendit, Blend, po, hajti ti i thash në komunizm ne kemi vjellë gjithë, dhe unë kam po 3 herë, 2 herë burg për grabitje, 1 herë burg për rafje. Se ke grabit zërtetin komunizm. Po s'kom lon barake pa thyn Tiron 3 kombinat mishit e pralla pa funa vlla. Jem Terezisi asi. Po çfarë do të ka të sport? E hapi dosin spaku. Ore, ka qenë Kone jo po është parashtruar kjo. Kone komunizmi nuk quhet. Jo, ka qenë jetuese Doloreza, ka qenë kryevepre, ka qenë Ajo të morin pyetje ty. Ajo ka morë gjithmonë, e du fort për... Qërë me një lutë që kur... Ishi grupi Shurupi, aty kishim qef shunat ri, bëjshim një dorë bigjos, një zarë, një gjo, ashtu si të gjithë. Tashti, pys Blend Feziun dhe i them, o Blend, a më di në një figur ti që ka punu në kodë socializmin, komunizm dhe nuk ka vjedh? Tashti po të bëj këtë pyetje dhe ty, për publikun që çuditen me hajninat e administratës. Tashti po të pys ty. A di njëri ti në komunizm, yllë? Dhe edhe punojësit e komunitetit qendror që do villshin 5 sopa letër dhe si lokale. Vetëm vitin. Ka në një që nuk villthe? Jo, nuk ka s'nje. Edhe kur shkonim në aksion, merrshim 4 kallim misër, iknim, më gjej njëri që nuk villthe. More kudo? Po kudo villthe? Fabrika Ara, fabrika kudo. Se na shesin men në këta dhe ky Anadol që thonë, vjedh administrata për, tash të tregoj dhe një për të qesh. Erdhi pushtet... Pjesa tërmuze këtyre për shkjerë janë po. Erdhi pushtet Sali Berisha, këta të nërshmit që bëjnë sot miting, edhe bledhi gjithë dënjon. Erdhi pushtet. Ishte një djalë i mrekullueshëm, një tani në dogan të Kapshticës. Se tani ka shumë emra. Po e njofin njerëzit. Tani Kapshticës. Që u bon drejtor, i Kapshticës, u bon drejtor, kod PD-s. Edhe i themun, djali mrekullueshëm, të më fali bile se ja përmena emrin s'doja të ja përmenja, ishte agent, u bo drejtor, i mrekullueshëm. I themun, o tanë, kur kishte fillu Dajaku, e ke parasyshti, që filloj Dajaku mi mu. O pa, më ndihje qikë se unë jam emocional, më ndihje qikë se du t'i shofë sytë e tu të shi, se po si pash sytë e tu, unë nuk flas do. Nuk flas do. Tashti. Braktisën për E braktisa emision. Pasë braktis. Ja, e braktisa. E funit nuk flas po. Nuk flas po. Atë se nuk e dim, të gjithë po... Në Kapshtic, kish fillu Dajaku, s'kisha që boja e shkoj të tani, i them, tanë, po je bo drejtor, o, luc mirë se erdha, ne, luc robi, zotit e të gjitha e futëm zyrë. I tha, shot tanë, do ma bo shinerë, për qatë të dush, për tha, qatë kesh qefti, i thash, pash zotin, i thash, se unë e di finalet time. A ka botësi vetëm peshkun, 3 veti jemi që fusim peshk, na fusesh në mënyrë të nërshme. Se gjithë hynin në rrugë pa nërshme, se po në mos hyje në rrugë pa nërshme për me dhonë lekët, kupton, nuk kishe mundësi të punoje. I thash, vetëm peshkun 3 kamionqina ke, fute në mënyrë të nërshme, se po e futa në mënyrë të nërshme, mund do vinë mrapa. O, Lus, tha, ke lujtë menshe. A je normal të e? Jo, dhe ne. A ta du lekët, a t'jem, tha mu. Si me ndonë këtë qëtë? Qatë me në zdi ku jam të shi? Ore, si me ndonë gjithë... Këta dhe shdi hajna.
më të mërshëm se këta. Dali këta dhe duhet të ashti këta, duhet të ashti dhe emër të hajnis, duhet të rëzohet regjimi. Pa ka më qesharak se këta, mërëlla. Po ti të bëj punë e vetë, olla, ne kemi në shpije, s'dim kë kemi hajtë, duhet unë i konfirm time, nuk e di kush vjetë dhe kush vjetë. Kë kap tu vjetë dhe hek. Që kjo punë, olla. Fole syç, o syç. Po ku duhet qatë folë të shi? Po fole qatë duhesh fole. A i këtë po të tani, këtu të gjithë ishin... Pe atë i këtë thashon, hajnat nuk mund të rëzojnë hajnat. Po. Ose hajnat kur do të rëzojnë hajnat, do të vjedhin më shumë se hajnat që kaluan dhe kjo ka Po pse në emër të parimeve gërthasin këta dhe në emër të parimeve del ky llapaj sa maron mitingu, ky del me karige mrapa duke shku me zonë vendin atje. Në emër të kujt parimi gërthasin këta? Ti më duket nuk po më kupto, apo nuk di me të spjegu, se unë këtë po të ja, pa di gërthaj të burë. Po s'kërti të burë. Mere qenë se na lujtë me në burë. Juli, Po thuaj. ta shti, pse jemi në këtë gjenje? Kjo është e vërtet. Ne të gjithë bërtasim hajnat. Në të gjithë këtë periudhë që ti e njeh shumë mirë se ke qenë fillim e Luca ka qenë këtu biznesmen, këtu në Shqipëni ka njerëz punës, ky ka drejt. Këtë që e kam njek vetë një 7 muaj, e di unë çfarë hek ky me shku e që rritë kuraf... Po si të regot gjitha se do thonë tjerët, pse zjerë? Kura shiu më 2 javë, jo më të kamar me investigu. Kura shiu më 2 javë, ky rritë pa gjumë sepse tuna mund t'i ngordë nga paniku. Tuna, peshkimit shumë. Kam shku, kam pa i fabrikë, sot dikun e Elbasan që bëjshin mobile deri në Amerikë, pra këtu ka njerëz punës. Po njerëzit e punës nuk i lejnë hajdutët e administratës, sepse, si që thot ky, nuk shkën për kontrol, me kontrolu të atimet në mënyrë zyrtare, po shkën me të bo presion që t'i hapësh në i lek në gjep. Ta që po të mjapësh leje yll, unë 2 minutë. Po t'inaku nëze. Kush? Ka mikësi që ta shumë, po nëze, të gjohë sy shto se unë jam vërtet dhe kemi qenë mikë, kam qenë mikë, por lajkohen kur të përmendësh emrin se ta mori për keq, duhet, po të thuaj i Po qa për keq, që ti thejme yllit o në yllit... Pa Leo, është figur, o la, është figur. Ta është gjo, marun e një fyllit shumë mirë. Të rinqu nga jo që... me i tani dhe s'ka... Po mos keq kuptoj. Yllit, një gjo. Ta shi me që ju hapë ke muhabet atëherë të dali një njeri, qof nga mediat, se këtu pjesë hajdutlikut, yllit janë dhe mediat. Këtu pjesë e korupcionit me qeverinë janë dhe mediat. Hajde t'i bëjmë transparencë gjithë mediave në Shqipëni si dalit, me buzë kuqe, se këtë politikë... Punë e modhe. Bjerë tjetër. Jo, këtë politikë e ka majtë dhe kjo media ylli. Kurse me kjo yllin folë për mu që mëroj hajdutët, të më dali një njëri mu që ka morë 1 cent nga një media, qoftë edhe për punët që bëj, ose nga qeveria... Po nuk të thot atej. Pa ti sigur e njohë vdjemëra i bë humor, më burë. Ta shti e mjë... Pra da ne aji nuk të tha për këte. A i të tha për asë në fundin, shumë e dona imo. Ne si shëqëri, se sot për një gjësha, Lutfi Dervishin që po folte si kur ky ishte shejtori që kishte ranë tokë. Pa të shpinke, ke Samir Mane, $1 milion, ku e gjithë? Shpinka të gjithë. Jo, shpikan, po nuk mund të kesh luks, Ylli. Nuk mund të kesh luks. Ylli, pas nuk ka këtu... Ylli, adoni me folë, sepse ky ka një drejt. Këto analistët që dalin not për not, e bëjnë tallavan e darkës, këto të gjithë janë me shtëpi, janë bregdet, pjesa më e madhe. Ore, që është kjo, që është të rroga, unë nuk di në përbot, ja, ti kur ishe ti për shemë, dhe ta them unë. Ku ishe ti, Kristiana Nëmpur, kur ishe gazetare lufte, merte... Jema të themo sa... Merte $miliona. Po, e ka pas 7 milion. Dhe kur filloj shefe, aty merte 1.8 milion. Në vit. Dhe me ka shku deri 7 milion. Në vit. 7 milion merë kërë ishe në luft. Po, pra. Dhe ajo ishte korespondente lufte. Po. Gazetare famshme, sigurisht. Korespondente lufte. Kurse ne jemi korespondentët e hajdutlikut. Po, gjerat, shiko. Ne jemi korespondentët e hajdutlikut. Sot përmendin këtë Montanierin, përmendin këtë italianin 1 minut. Kje e marin si shembull. Si rezistencë, si gjukim komunist, këtë italianin, si i ka ky Montanieri, si. E përmendin vazhdimisht që a i ka thënë, po e di kur ka thënë ajo? A i ka thënë kur, për shembull, ka YouTube i sotëm, kryen pagesa për klientët e vetë, me reklamën që futet gjitha, shqiptarët janë popull i vogël, sigurisht, miliona, 10 miliona, edhe për median. Pra, ka është një kohë tjetër. Ti e di shumë mirë që media këtu
Nuk do t'i marrë mbrojtje Marrëdhënie me asken. qeverin, kanë bo ndërtime, kanë bo rrugë, ma gjeti ku tjetër. Se më qefim dot. Tash kur të themi, kur t'i bim qeveris, t'i bim opozitës, t'i bim dhe media si pjesë e kësaj loje të madhe. Po në studion time vazhdimisht gazetarët kanë thënë vazhdimisht që janë Po pra, pjesa po dërmuese pra, gjithë dalin, se gjithë dalin, si burra, gjithë bëjnë moral. janë byte brek me qeverin, por ka një problem. Jo të gjithë, mësë ato që kreti i dalin Pjesë e kameramanët madhe, e pjesë e tuj madhe. këtu, këto me Jo, i jo, rogrën, s'ka u më them këto, Jo, jo. 5-10. Por ka një problem. Pra, mos në dali media këtu, se ajo analiza modhe që bohet, e që bëjnë një retorik, edhe sofistikën historit. Mos në dali... Dhe për lirinë sot, për shembull, Pra, unë ta kisha këtu, që nesh si shë... gazetari më i pasur shqiptar sot flet për lirinë dhe për gjitha këto dhe akuzon të tjerët në mënyrë masive, duke qenë më i kamuri dhe kur pjesët e mos e gjera si. Jo, më mund bëhesh i kamur, se ka të kamur që janë bo me punë. Jo, më jo unë. Po jo, ka të kamur, po janë bo me punë. Kishe një rast Po të këto janë moment, kamur, hajde të si janë bo. Se këto ylli ka dhe raste që dalin edhe bamirës, edhe na bëjnë dhe shejtorin, e kanë morë tokat e shtetit, kur pronarët rinë ka 35 vjet me letra më dorë, dhe na dalin, na bëjnë dhe zotin, si kur kanë raktën tokë me boba. Prit të njëllë. Pra, këtu ka qenë e korruptume, që të themi të amon, drejtësia, se pra ne o bo gjitha pushtetet, dhe kanë kombinu me njëni tjetrin, pra ne është ke anë këtë gjeni sot që nuk di ka dalesh mo, dhe ti nuk ke mo resurse njërzore, për t'i fut, pra ne jem dakord me Luzin, që thot që do që t'fut administrat, gjitha i duhet të një kesh. Sysh, t'i kthejena pak bisedës tjetër. T'i kthejemi pak zgjidhjes. Yll, të lutem më ndiq tu, vetëm Jo, këtë po të pastaj po bëjmë debat. Leje mesazhe 2 minuta, të lutem. Po sepse po shkruaj Fale, duke se ka një problem. ka të lutem të kuptoj. Ka një problem këtu. Më fal. Vazhdo ka problem në tyres që ndryn dikush, hajt. Se kontrolloj gjithçka, e kupton. Vazhdo. O, Yll. Më thuaj pra. Një nga problemet më të rëndësishme të shoqënisë tonë është që duhet ndajmë çik, ashtu siç po ndajmë klasën politike, po flasim duhet ndajmë klasën e biznesit. Unë insistoj në këtë punë. Ja, po duhet ndjekësh. Po pra, po e le, hajt. Po s'më doj që nuk ashtu. Okej. Duhet ndajnë çik historinë e biznesit. Sepse këta njerëz dhe marr shkas nga syçi që thot për mediat, duan që të bëjnë çdo gjë të suksesshme pis në këtë vend. Dhe unë mendoj që ky është gabimi më i madh. Dhe mendoj që nga qeveria, që nga ministrit, që nga administrata, po që nga ju gazetarët, që sensibilizoni opinionin publik, duhet të ndani patjetër historinë e biznesit në këtë vend. Dhe siç ndani opozitën me pozitën, duhet ndani dhe shkallët dhe kategoritë e biznesit në këtë vend. A mund të vazhdoj Yll? Po. Vlerë të vazhdoj. Atëherë, kemi një kategori biznesi në këtë vend që ne i themi oligark, që zihemi me te dhe ngacmojmë me te. Kjo kategori biznesi oligark do të thot që ti fitosh lekët kollaj, apo jo? I tako kështu apo jo? Pagar. Dhe për mu janë pagar, për mu janë dy derivate. Një derivat shumë i suksesshëm, që janë bo biznesmen nga politika, dhe marrin lekët dhe ndajnë shinikun e priftit për politikën dhe vjedhin bashk, ta janë më fantastikët, ka blet 6 buldozjera atje, disa tjerë kanë hap vetëm zyrë, s'kan as buldozjera, e morin, ja japin në kontaktorëve, e kuptove jo, dhe unë nuk e di sa i pasur është ky shtet që vjedh dora parë, dora 2, dora 3, ta baroj. Këto jonë njerëzit që e kanë shkatëru ekonomin e këtij vendi me tallavan e politikës. Ke edhe një kategori tjetër që ndërton, që kanë lidhje me kryetarët e bashkive, që morin venet më të mira, e shesin objektin në grop, bëjnë ato që ndrojnë, japin apartamente, morin betonin, japin apartamente, si quhet kjo historia që ndrojnë betonin me apartamente, gjomin me këtë matë, i shesin që aty nuk fusin njërë dorë në gjep, nuk shkojnë njërë në bankë për të morë kredi, kupton? Dhe kjo është kategoria dytë, e kollajt si kategoria e parë. Ke një kategori tjetër, që quhen prodhusa, që këta tallën, që thonë, fason thonë, pësha këta fason thonë, këta duhet prodhoj vetë. Fasonët janë pjesa më rëndësishme e prodhusve shqiptarë, që këta nuk e ndajnë yll, dhe ju duhet andani si gazetari.
Sepse këta fasonët merren me shtresat më vulnerabël në Shqipëri, merren me gratë, merren me burrat që kanë kalu të 40-at, që jeta vazhdon aktive në punë deri 65 vjeç, që nuk kanë mundësi të mësojnë kompjuter, që s'kanë mundësi të mësojnë profesione të forta, a kupton apo jo? Dhe këta janë krizën më të madhe që mund të ekzistojë. Tashti, më spjego, kjo kategoria e prodhuesve, që prodhon punë, që prodhon të mira sociale, që prodhon jetë sociale, që prodhon eksporte, që vin lek nëpërmjet këtyne, vjen valut nëpërmjet këtyne. Pse duhet jetë kaq e poshtruar kjo kategori dhe her pas here çfarë njerëzish janë të suksesshëm prodhim që duhet i përullet ky vend? Këta qëllimisht mediat e juaja i bashkojnë me kategorinë e parë të njerëzve që kanë fituar leku kollaj? Pse ju nuk mbani qëndrim dhe të merrni modelet e biznesit dhe të ndani modelet e biznesit? Ky shablon, ky model është këtu, ky model është këtu, jo t'i fusit gjithë brenda i shabloni edhe vari lesht. Ne kemi thënë që Kjo është turp. është më shumë se kaq. Kjo është turp. Shiko, ke parti, Vetëm po një fal minut. Ke parti që në cilën vend të botës Edhe finalja fare, edhe finalja dhe folti pastaj, po me i boni herë në lujt menja në prodhuesve, me i dali herë më rrugë këtyne, politikanëve që tallin, vishgilin me ne, e hudhin bomba Molotov te kryeministria, e ne duam të hyjmë në Europë, sepse duam të punojmë, duam të shtojmë torneoverin tonë, duam të hekim shpenzimet tona, duam të ecim përpara, duam të vrapojmë. Ç'a ndodh me këta? Sikur të bëhemi ne 200-300 firma prodhuese, e të qisim shesh, i qirmi vetë. po as 5 nuk nxjerr. Qa no, kush nuk i nxjerr 5? Hajt me bast. Cili nuk i E di pse? Cili? Sepse pjesë e dërmuese atyre që përmende janë të kapur nga jo gara. Kjo pjesa parë, jo pjesa dytë, e ke gabim. Një pjesë e rëndësishme. E ke gabim pjesa e parë, jo pjesa e dytë po. Syxho? Jo, jull, mos e kalon këtë bisedë shu yll. Jo, nuk e kaloj. Duhet mani qëndrim për këtë punë yll. Aty ka drejt. Mos e... Aty ka drejt. Po mirë më pse tallen këta me ne 35 vjet ne duke punu këta hudhin Molotov 6 muaj përpara se ne duam të hyjmë në Europë. Njerëzit më të pasur. Thuj, o yll. Njerëzit më të pasur i vendit, çfarë prodhimi ka? Janë politikanët pastaj në oligarkët. Njerëz më të pasur. S'kan asnjë prodhim, prodhojnë vetëm politikë. Jo me Strogalem. Oligarkët më të mëdhenj janë me Strogalem në Shqipëri. Me Strogalem valla. Me Strogalem. Ata janë oligarkët më të mëdhenj. Një Strogalem. Morin tenderin e japin në kontraktorë. Po deshe për fillojnë prapë me emra, shkojnë e investojnë. Jo, më lene emra. Në për Europë, për të qitë paret e fitume me dallavere këtu, edhe nuk investojnë i kanë fitu ka Shqipnia dhe i qisin. Mendoni tani që s'pak ma mjafton ky institucion, 20 veta sa janë ata, për të rregulluar Shqipërinë, se tani mos e rritet pak jo këtë idenë që s'paku tani 20 veta mund të shpëtojnë Shqipërinë këta. Paku i herë mu më duket, pa dyshim Shqipnia ka nevojë për një ndëshkim dhe për një restart të mënyrës se si bëhet politikë Shqipni, por edhe drejtësia, sepse funja funit e gjithë kjo gjendje që ka ardhë, me që kishim dhe sot opozitën që bëjte opozitë për të marrë pushtet, ka ardhë pikërisht se në Shqipni nuk ka funksionu drejtësia. Sepse pikërisht edhe drejtësia ka qenë pjesë e kësaj dallaverje allishverishi me politikën. Pra, që duhet vu, drejtësi duhet vu, që duhet prej rruga e korupcionit, korupcion do ketë se ka në gjithë botën korupcion, nuk e që do të në zero, po jo si këtu që ka fillu grabitje. O syq, nuk është, o syq. O yll. Po jo mos pleme marrë. Jam dakord. O yll, dakord, edhe i fjallë kam. O yll, i kanë bo leket. Po mirë më i gzofshi, se s'po i shkojnë të leket. Po mirë më vla, o yll. Po si ka mundësi këta, morla, arrogant, morla. Po s'ku me aqu arrogancën këtyre, morla. Ore, kur kënarën për shteti, i kom gjetë me tanë zganu, një verë Macedonse, tanë zaju, 3.000 lekshë. Dhe i maj men këta nga tanë zajuja... Ka dhe verë 3.000 lekë, 3.500 lekë një tanë zaju Macedonse. Nga tanë zajuja, i maj men Ornelaja me groshe me qepë. Pa
ku me ja qu këtë lloj fodullizmi, këtë lloj arrogancë? Tani jemi te kjo e Spakut. Mendoni se janë 20 ata marrën këtë veta Spaku. rregullojnë Shqipërinë po. Tashi, Spaku mua më duket dhe mendoj që po vepron në mënyrë të njëanshme. Pa dyshim do t'i godas korrupsioni se ky është më aktiv sot me Mënyrë të njëanshme thotë. qeverin. Po, më mënyrë të njëanshme, sepse ajo që nisa me thonë dhe. Këtu ka ndodhur gjona të tmerrshme në këtë vend. Si ka mundësi, sepse sot Berisha doli dhe tha prap që i ka arrestu lideret e opozitës. Përveç Ilir Metës, që ka qenë në opozit, dhe që është i krau të majtë normalisht, edhe ai është godit nga krau majtë, qin ka arrestu Spaku? Berisha është në gjendje të lirë. Fatmir Mediu tallet poshte për pjetë sa vjetë dita gjyqit, hikën në Amerikë, vje prap, bënja 2 fotografi atje. Përse këto çështje lehen dhe zvarriten? Pa dyshim të bin këty në sotma. Do t'i mendon që është i njëanshëm. Pa dyshim, dhe këtu më duket që Spaku po merr një rol sikur po do me përmys sistemin, atë qeverinë nëpërmjet në thonjza drejtësisë. Sepse kjo po duket hapët tash, tash në anën tjetër. Qeveria ka 83 vota, që të vim ta morim i çik me radhë. Ka 83 vota. Si do ta rrëzosh? Ka 2 rrugë për të rrëzuar qeverinë. O me rotacion, me zgjedhje, ose me dhunë. Dhunën këto e kanë provu ka 13 vjetë Partia Demokratike, aq sa ka pas mundësi. Ka ardhur duke u shtjerë. Pse? Se pikërisht nuk e besoj njëri këtë parti që ka qenë pjesë e gjithë ngritjes këtij sistemi që sot është kalp. Pra si do të besosh ti me të njëjtët njerëz, do të krijosh një gjë të re, nuk mundet. Tash të vinë ke këto të rit. Po. I kapin, po këto. Morë dhe t'jeti shumë mirë, për dalë, për të boj një miting, për të boj gjë, për të boj parti, duen makina, transparencën e parave, nga na e bëjnë ta? Se s'bo asnjë parti nuk bo transparencë parash. Ke transparencë? Po kur s'ka transparencë? Transparencën e parë Kur nuk e s'ka ka. transparencë? Kur s'ka transparencë, ka hajdutlik ylli. Transparencën e parë nuk e ka Partia Socialiste. Kur s'ka transparencë, ka hajdutlik. Jo më dhe partitë e vogla, nga i monin lekët më dha. Se s'bojë transparencë parash. Arlin Qori ikën me bicikleta dhe me autobus. Ati dyqonit shkoni vend, nuk po them për Arlin Qori, mësë Arlin Qori nuk një Arlin Qori është, po tjere. Pra, sot ne kemi dhe këto të rritë, që thot Luca Moshare, janë demagog njësoj si këto. Njësoj si këto. Fjallë për gjysme, as kanë një ide, as kanë me vu gishtin me thonë, ba, zorri mod. Qarë, dhe këto nuk janë gjendje të grumullojnë, se funja funit si do vishë pushtet, me vot, ose me dhunë. Me ndere me e bo me dhunë nuk kanë, vot nuk kanë, dhe në këtë gjendje kjo është politika, opozita me gjithë të rritë, a i lapa i kishte më shumë kur ishte para zgjedhjeve, se kishte 2 lek, tash që ka një pa lek, shko ka 20 vetë. Dhe thotë e sot, partia që kishte të sa protestutë, ishin 200 vetë, a i thotë e kisha 10.000 vetë. 10.000 vetë sta, i tha 2.000 vetë, tha? 2.000 vetë, pas ishin 2.000 vetë, se 2.000 vetë, kishte të më shumë se 3.000 vetë nuk ishin sot Kesaliva e Peti, gjoja ngjeshme ishte komiteti qendror, se e kanë qef komiteti qendror. Kaq, dhe fjalimet që thot Luca të rritë, pra doli Çuni Fariut, po mirë më Çuni Fariut, dhe na bëjë Po do tala i tani se është drejtuesi i rëndësishëm i partisë? Kush? Çuni Fariut? Po pa dyshim se Çuni Fariut, Muli. Se Klevisi nuk ka vjetur gjë tani, se Muli, ky. S'mund të themi që ka vjetur Klevisi. Gazmend Bardha, po jo më, s'ka vjetur, ka vjetur Jati. Se ti e di shumë mirë si ka qenë historia Gërdecit. A ishte emri gocës Fariut ke Gërdeci. Sy që do me thonë këtë. Fariut s'ka patur asnjë. Jo, më nuk mund pranosh njërës që kanë qenë pjesë e kësaj loje që kemi arrit këtë pikë dhe të vinë dhe këto na tregojnë dhe herë se si këto do të bojnë shejtorë. Nuk bojsh. Kon tani të po flasim për këta që janë tani e kupton se kanë ose po përmendim shumë këta. Prandaj ta myll Luce, prandaj populli, njerëzit janë ftof sepse njerëzit e dikur në rreth njerëzit kur i ka ardhur i kanë fyt. Ti dile shif ditën e pushimit, premte morin gjithë makinat, vetëm han, pinë, naqen, stallen, restorante, ke plot, e kujt për i kërcet se erdi njoni apo dul tjetër. Ojull, për këta të rritë që folë Syçi me këtë gjë, unë jam shumë dakord që nuk është Klevisi ky Balliu, Çuni Fariut si baba.
Po dhe baba s'ka lidhje tani. Vetëm ka i problem. Jo. Lere tani se ka i problem. Atë flasi fjalë? Gazetar ka gjithë. Ata flasi fjalë? Hajde tani, vazhdo. Jo, më ka modelin... Ata flasi fjalë. Këta çuna tri që janë. Nuk duhet të na kujtojnë nese nga vinë. Duhet të ndrojnë sistemin. Sepse unë jam marrë me këta, sa herë më kanë Jo, më nëpërmjet ta marroj të shi. Po jo, më ti marroj. Po ta them unë them valla. Nëpërmjet asaj pare të vjedhur dhe korrupsionit kanë ardhur politik. Po tash ajo ka mo ku ka vjedhur. Po jo ai më. Ora, në gjotë ka veshë çfarë themun ajo. Nëpërmjet pare të vjedhur të baballarëve kanë ardhur dhe kanë kriju si Zeni që ka kriju gjithë këtë pasuri, edhe e Bia Saliu që kanë kriju gjithë pasuri. Ka çfarë zotësi e kishin këto? Ku i bën bizneset këto? Si i morën këto? Tani Atu vjedh pronat publike e pronat shtetërore. A munesh me foli qik më qetë, tash problemi syqë dhe jetë po ta them. Këta çunat e rit PD-s, që nuk janë për ly, ma mërmene edhe djali Fariu. Ku e diti që isën për ly? Ata më s'ka pas jo në dorë më për ly. Mirë. ata motivi pushtetin për lëshin, ata s'kan patur Do i provojmë kur të kenë gjë në dorë. Tash i Shakespeare i thot, fjalët janë gjitha i sojmë zot. Tash i problemi këtu është këtu. Çpati çuni Fariut me mu. Se çata për ty? U mori herë kot, u mori të kthea përgjigje s'është marrë më. Problemi është këtu. Mënyra si artikulojnë, ne na kujtojnë politikën e vjetër. Baballarët na kujtojnë Saliu. Po ata ndryshojnë artikulim më vlla. Janë Partia Demokratike. Partia Demokratike është partia e impreditorëve, orë zotri. Po që partia dhe... Po më thonë që nuk flasim vetëm për... O Luca, me gjithmen e kemi... Me me noti se A do ta bëjnë telef pësën? Po pra pëse po më shkruajnë që vetëm për pësën nuk flasin. Kush nuk flas? Po lemi unë folë, unë s'kam folë fare. Ore, vetëm ju dy keni folë. Flasun... Për pësën nuk flasë fare. A do ta bëjt copë? Folë Allah. Po folë pra. Po, ja po ta bëjt copë. A mund të them vetëm i gjo, Luca, 10 sekonda. Ty Luca dhe ty Ylli. I pe këta sot, o Ylli, i pe këta që folën sot të rritë. Fra pa ty dole? Jo, po prita myllë të 10 sekonda. Të gjithë kush t'i bite më shumë sy Saliut dhe të mitojt e Saliut. Ta si mund t'i thush ty në të rritë? Po kanal, ola. Që kam për... Po kanal, mose... Ore, kanal, sa po më shkruajtën tani, ma dërguan mesazhin se ti nuk kupton nga këto gjera, sa po ma dërguan dhe më thanë që... Sa po... Ervin Salianin, sa po mbaroj mitingu, flamuri e ka hequr nga grupi WhatsApp-it. E kanë larguar nga grupi WhatsApp-it. Imagino deri këtu edhe tholim ne mozise komunistat. Deri tani kemi... Deri tani këndorma e kuptoj. O, zotri, deri tani kemi dëgjuar largim nga partia, përjashtim nga partia, po përjashtim nga grupi WhatsApp-it. Nuk kishim dëgjuar, do të dëgjojmë. Tani, to janë turbe. Ikim nga PD-a, tani, kemi dhe një gjë për të pësës, sepse një... Vjen keq për Ervinin. Më vjen keq se është djali mirë i talentuar, edhe e di si është puna Ervinit. O vlla, Ervini ka ditë me gjetë edhe mikneshën mërë të yllë. Tani... Po ka ditë me gjetë dhe mikneshën mërë. Tani këta që po në qeverisin tani, sa kanë këta 13 vjetë. Tani lutësë, një pjesë e madhe shqiptarë në larguar. Hapen 2-3 telefona dhe del kjo batërdi e madhe. Sigur të hapen të gjithë të shumë. Po, nami zibo. Dhe këtu kanë betur tani vetëm moshat vjetra, vetëm Po të hapen dhe të medjas. Po dhe të medjas, po do pa diskutim. Po si ka më shumë portale se dërmarje produse? Portale që vjen gjoba. Portale që na shajnë ne. Po janë me pak lego. Si ka mundësi? Jo vjen gjoba më top. Më shumë portale që vjen gjoba. Po yll, se ndërmarrje produse. Kjo si ka mundësi kjo? Ore, gjoba më. Media e portale në bujqësi çfarë prodhon? Po portalet e more vesh. E more vesh kush i pagote për me Bramu, Politika. Politika i pagote me Bramu dhe i pagojshin oligarkët. I thash, po pse? Mirë politika më thanë se i shanë. Edhe majtas dhe djathas. Po oligarkët i thash, nuk të shofin do të luts se je shumë i lumtur. I thash, unë jam i lumtur se punoj më lajta, gjithë ditë në qesh, gjithë ditë në lut, gjithë ditë në rime njerës. Më godasin se jam njeri i lumtur, e kuptoni, jam njeri i lumtur, unë punoj. Njerëzit që punojnë janë lumtur. Ore, kuptoni që këta kanë miliarda, majnë nga i puro më dorë,
pi gaj konjak Jo, 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 shtrenjt. a mund ta- Ja ke pas i kanë vilat me 2 llogaj të dera. Me korniza gipsit të mëdhoja. Me korniza. Ja këta në kryeverë të ndej. Ore, dhe prap janë njerëz pa lumtur po dha. Rinë. Ka arruj detaj tjetër. Pi cigar, flasi për hallet e popullit. Është këta në kryeverë. Po ka arruj detaj tjetër. Shamin. Këto që vishin ke konvikte që fishin qyrët me mongë gjaketet. Kam boj video, dola me flamurin e PD-s. Dola me flamurin e PD-s, kam boj video. E di që më thënë, gjithë me Shamin. Me Shamin, gjithë. E di që më shkruan tani. Kur vishin me valizhet e dërunit, i fshishin me mongë gjaketet. Po këtu është komedimer. E di që më shkruan Po nuk e peket. Ha më Allah që shkrujnë. O ju dhe ti vetë... Ta ndrojnë bisedën, tha, sa e fut atje ta ndrojnë? Sa e fut e pëseja ta ndrojnë? Jo, ta flasun. Nuk fletë... Ja, ku është kamera, flasun për pësë, ta bëjtë Nuk sopë. fletë asë një kundër pësës. Ore, ta bëjtë sopë, ku e ke kamera? Po kërkoni qeqëra në helë tani? Ore, ku e ke kamera se do flasun kundra? Jo, tip... Hale Allah, o, zëtë në rumë. Janë zorën Berishën. O, një minutë, shiko këtu. Janë zgjedhjet lokale. Në qofë se ka problem më të modhë, Shqipëria ka problem me administrimin lokal. E vërtet. Drama, njeriu që unë i besoj, ka bërë kryeveprën më të madhe që ka marrë kryetarën e bashkisë Beratit dhe kryetarën e bashkisë një katunit marum së Rikut, që s'ka pas as i rrugë shtrume, që katunarët ishin në dëshpërim, që ka boat së Rik atje me shpresë, dhe e ka vu jashtë gjithë nomenklaturave të Partisë Socialiste Ministër Bujqësie, ndërsa pjesa tjetër e të gjithë kryetarëve të bashkisë që unë njoftë, është cop, pushteti lokal është cop, dhe pushteti lokal është pushteti që është më afër popullit. Kur unë kam ardhur para 10-12 vjetëve për të bërë biznes si Lezhën, si Elbasanin, si Tiranën, i kam gjetë me një minimum nomenklature 500-600 vetë, 700 vetë. Sot kanë nga 1500 vetë, 2000 vetë në punë. Është shkatrim. Pushteti lokal është katastrofë, ka urrëtitjen e njerëzve dhe është jashtë shërbimi civil për njerëzit, për ujtin, për dritat, vetëm për ralla dhe demagogji. Dhe e drama, unë, miku jot, kërkoj një sfidë për jush. Dua që si imprenditor, si prodhues, të më japësh bashkinë më të varfër të Shqipërisë për të administru unë me i dhonë shemullin gjithë të popdelave që janë kryetar bashkije se si administrohet prona e shtetit. Dhe po të them një gjë, miku im, që ne, prodhuesët, që na dhem shpirti që e duam këtë vend dhe besojmë të ty. Jemi njerëz që e duam më shumë këtë vend se sa gjithë të popdelat që kanë kriju getot e veta dhe tallin bythën me këtë popull. Kështu që ne të duam, ne të kemi dhonë votat, ne do prapojmë drejt Europës dhe bone këtë provë se nuk do ngelesh i ç'gjinjym. Do më tepër? Ti do bësh kryetar bashkie? Po, kryetar bashkie i bashkisë më të varfër në Shqipëri. Ma japi bashkinë më të varfër në Shqipëri. Po ti nuk qenë ke mirë pëse? Pse? Ku do vesh në bashkinë më të varfër? Po shkem Allah, du ta bëj unë, du ta bëj që ty në histori. Ty në histori, du ta bëj. Një njeri që menaxhon një biznes. Jo, sigurisht me e benë. Pa, unë po ta jap figurative, ojull, po ta jap mënyrë figurative. Duhet marrin prodhuesat t'i provojnë se e duan më shumë këtë vend. Këtë po të them. Yllo. Njerëz... A shajta, a mendoj tani që me këtë thirrje, fola ta më? Do futim dhe emisioni lajmeve këta. Po. Me këtë thirrje për zotin Edi Rama, që inshallah vete në veshin e ti, veshin e ti dhe të përndis. Unë i besoj, vlla. Thirrjen që bëri Luca, po thirrjen që... Mërë ti besoj klasës tonë, kjo është historia. Pranon tani që të vesh kryetar bashkinë më të varfër. Për zotin i kjo, unë pranoj çfarë do lloj gjëje që ai mu do të publikoj për ta bërë shembull. Në qoftë se biznesi im nuk është një shembull në Shqipëri pozitiv, dhe në qoftë se unë s'kam bërë një qytet atje sipas mënyrës time, e kupton apo jo? Unë të kam bërë. Gjej vendin më të shkatruar të Shqipërisë. Një qytet që hy, që është fabrika peshku nuk vjera peshk. Këtë e di për çfarë bëjmë. Pastërtia ti e di është. Ore jam i qartë se kam parë të gjetani. Yll, fjala funit. Yll. E fundit. Yll, unë nuk jam zhveku. Po që ti të vesh. Bëj këtë punë që të kthej syt nga imprenditorët prodhuesët. Unë jam i sigurt. Unë kam betejën ndet, o vlla. Unë jam i sigurt. Në rregull, pra e kam betejën ndet. Unë jam i sigurt, pa të ti se ke asgjë një copë bashkie që ta administrosh. Do ta bëj ylli. Ma jep ti, do t'i lutem mund të ma japi, do ta bëj. Atëre, të nderuar të shikues, unë mendoj që... Po s'folëm fare. Po s'folëm fare, si do dalim nga kjo gjendje. Si do dali kjo gjendje. S'folëm fare. Çfarë do ndodhi?
A më jep 3 minuta. Po ne tash na u ngrofen motorrat. 3 minuta. 3 minuta. 3 minuta. U pa puna tani. Fol. Jepi. Ylli. Fol. Do dhon 3 minuta. Gjenia është kjo që është. Ajo që nisa me thonë fillim, nuk mund të mqifemi mrapa gishtit. Okej? Qeverin nuk mund të arrëzosh me këto lloj protestash, nuk ka frymë përgjithshme popullore. Me një opozit që rrudhët dita ditës që është s'ka asnjë lloj morali, asnjë lloj ideje, asnjë lloj gjoje. Pavarësisht se kjo qeveri që është sot tashi nuk mund ta mçefim, i ka dalë. Do 3 minuta asnjë gjë propozitën, se folim shumë. I ka dalë Tash mos hy 3 minuta sot. Problemi për të ullë presionin, se presioni është në rritje. Edi Rama duhet pa tjetër në qofë se ky njeri nuk është i përfshirë me këto njerëz që e kanë shtrëngu, atëherë ky duhet i bi sapatës pyllit që o qilë, e ti mori marë me ministra, me zëvendësministra, ndërtoj një këshill të urdhve, unë nuk e di se kush e këshillo këtë njeri, por ato që e këshillojnë, asë si këshill nuk e kanë dhënë të Po ti ke iden që ka këshilltar këta në Shqipëri? Ja, e kam treguar atë të Sariut. Po. Që e pyeti një herë me Robazi atëre kur në 2005 i tha kam marrë thirrur këtë për këshilltar, kam thirrur këtë, i përmendi 25 veta. Po si do t'i këshillor gjithë kësaj thaj? Marove ti kam 3 minutë që timun. Prit. E mbylla dhe përndryshe këtu gjendja do të bëhet edhe më e rënë dhe nuk e di si do dalë Shqipënia mas ne për kësaj situate. Gjendja që ti jemi realisht është shumë e rëndë. Gjendja është shumë e rëndë dhe thua. Kaq. Luca, Unë e kom me kamerën apo? jepi Me kamerën. shiko atje dhe vazhdo. Përqendroje Lucën. Të bësh analiza shumë e vështirë. Të thush fjalë të zemrës dhe të shpirtit është ngaherë shumë më lehtë për ne që rrim rrugëve. Atëherë mu do më dëgjoni 2 fjalë shpirti. I bëj thirrje të gjithë vëllezërve të mi të djathtë, vëllezërve të mi të majtë. Kur në jetën time nuk e kam akuzuar i herë me gjitha ato gjona që më ka bërë PD-ja, që Sali Berisha është hajdut, që familja e Sali Berishës vjell. Kur? Po kam thonë Sali Berisha ka problemet e veta me qenë komunistë që ma për rreth. Dhe Se vetë nuk ka qenë komuniste? Dhe ka një familje të mrekullueshme. A ma lene këtë moral. Dhe unë Luca, thot tani ai çfarë mendon? bëj thirrje nga shpirti im për ne, për fëmijët tanë, edhe të PS-ja. Stop mo me këtë lloj tallavaje, me këtë lloj hajnash, me këtë lloj plenash. Besoni te njerëzit që kanë qenë shemuj në këtë vend, që kanë dhënë shemujt e mirë në këtë vend. Dhe bëhuni të gjithë bashkë një herë të vetme, ju çunat e rit PD-s, që keni perspektivën përpara. Dhe ju çunat e rit të PD-s, për ta çu këtë vend. Mase e kemi fatin mas 6 mujeve, mas një viti, të hymë në Europë. Dhe ju nuk e kuptoni se shumicës për jush nuk i shton kur puna e marë. Se qarë është për ne që punojmë 20 orë në ditë, na hapen rrugët e Europës. Dhe qarë është për fëmijët tanë, dhe qarë është për Shqipërinë tonë. Rroft Shqipëria edhe rroft Spaku që po na kthen ne besimin të ky vend. Rroft Spaku. Me këtë përfundim të zotit Luca, rroft Spaku, ne mendoj që ta mbyllim, Qyç, Spaku komandohet nga ata njerëz që nga i vend nga Amerika e ka fjalën. që ne na ka rujt ekzistencën. Kjo puna e Europës që ne na ka coptu dhe na ka hongër në dhomë, që ne duam të shkojmë për vlerat që ka Europa, për shkollimin që ka Europa, për kulturën që ka Europa, shkojmë me bekimin e aty në atje. Jo, ato atje jënë kundër Europës. Me bekimin e aty në atje, shkojmë ne atje. Qyç. Me këtë frazë tani si shtam ndërruar të shikosh, rroft Spaku. Zoti Luca, ne po e mbyllim emisionin e mbrëmjes sot me gjatë vajtëm. Sot ishte edhe mitingu i Partisë Demokratike. Unë e mbylla si demokrat herë. Si demokrat. Ke partia jote Unë te partia ime jam. Ke partia jote. Te partia ime jam. Luca kaloi si te partia tik vitin parë. Tani ndërruar të shikues, faleminderit nëse na keni ndjekur, ju falenderoj shumë. Pa na i neze motorat vonë më bu. Ju kush vonë më? Sa keni folur ju? Ja do t'ja tregoj unë te. Megjithmonë, Faleminderit shumë. Faleminderit ylle. Në i gabim s'bëm, ha? Tani Parivisim dark. gabim ideologjik. Gabim ideologjik e bet. Tani ndërruar të shikues, tu më përfundon, ne u pafshim të njëjtin. Apo ja, ditën e